Tani, a do ballafaqohet ai më mund, nuk ka ku të shkoj. Sepse paraqitja në gjykatë si dëshmitar është absolutisht i detyrueshëm dhe shif kodin çfarë thot. Natyrisht, ai do përpiqet dhe ka filluar që tani ka krijuar një këshill aty ka krijuar një këshill mashtruesish në kryeministri se si ta ka përcej këtë, por nuk e ka përcen dot dhe ajo do jetë përballja e shekullit. Aty do t'u tregoj shqiptarëve. Ai do jetë kilometri fundit? Aty do t'u tregoj shqiptarëve unë të gjithë korrupsionin e Edi Rams dhe çfarë qenje të ligë përfaqëson ky njeri. Prandaj them, bëju burr edhe hajde në sallë gjyqit. Përndryshe, nëse nuk ta mban, urdhë të zgjidhni studio televizive, jam gati në debat dhe atëherë të konsideroj tërheqjen e kërkesës për dëshmitar përndryshe absolutisht jo, do vi dëshmitar në sallën e gjyqit. Okay. Do vi si një delinkuent, vjen si delinkuent, vjen si i dënuar, faktikisht parashkrimi është parashkrim, po vepra penale, thot aty ka kryer vepra penale, thot gjykatësi. Po kartela i dele pastër. Urdhë? Kartela i dele pastër. Kartela i dele pastër, kartela e pastër nëse thot ke kryer vepra penale, nuk të del kurrë, ke përfituar nga skadimi i ligjit, po jo. Berisha, sot është masa sigurisë për protestuesit e Radhës të arrestuar për protestën e opozitës. Urdhë? Sot mbahet masa për të arrestuarit e Radhës. A do ndryshojë Partia Demokratike strategji apo do të vazhdoni me të njëjtën strategji? Kriminalët me uniform përdoren në protestën e fundit mjetet më të ndaluara dhe antiligjore ndaj protestuesve guximtar, heroj të vërtet të ndërgjegjes, mbrojtës të pamposhtur të ndërgjegjes shoqërore të shqiptarëve të guximit qytetar. Janë absolutisht që të gjithë pa asnjë provë, pa asnjë fakt, pa asnjë dokument. Përkundrazi,